pengesat dhe xhelozi, mund të jenë pak të bllokuar në punë, strese, mërzitje, bllokime, po do stabilizojnë gjërat e tyre, do kenë rrugëzidhje, ngritje ekonomike, financiare, shikojnë drejt horizontit të largët, dëshira e tyre do i plotësojë, do i duket sikur do kapin botën me dorë, energji pozitive, diçka e re po i vjen, ai gjithsesi udhëtimi do marrë një përgjigje për po, mund të kenë një takim të rastësishëm. Duhet të kenë kujdes me persona që janë me dy fytyra, kanë nevojë për qetësi, për relaksim, kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, nëse kanë bëjnë me seancë gjyqësore drejtësi, do dalin të fituar në gjitha drejtimet. Akrepi do filloj me kontrata puna, firma, dokumenta, me një vendimari do marrin një vendim, janë të mërzitur për 3 kërkesa, po 2 përgjigje do parashtrohen për një person që kanë humbur. Shikon drejt horizontit të largët, nëse kanë bëjnë me drejtësinë do dalin të fituar seanca gjyqësore, drejtësia, dokumenta do dalin të fituar, viza, pasaporta, dokumenta do marrin përgjigje për po. Çështje institucionale do marrin përgjigje për po. I kanë dhënë vetëm pak të bllokuar, si në punë, si në dashuri, si në pat, po duhet të çlirojnë nga bllokimet që kanë. Do kenë ribashkime, dashuri, do kenë ribashkime, një djalë e një vajzë do bëjnë një propozim, mund të jetë një lidhje e re, një partneritet, një ortak një partneritet, një ortak, do kenë përfitime të vogla në lek, me një vendimari do marrin një vendim, do me thonë duhet të ketë kujdes nga personat vejusha të ndarë të divorcuara, persona që japin një energji negative, ose persona që janë të ftohta në komunikim. Fejesa martesa tavolindit lini, udhëtimet të gjata, dikush do të kërkojë të falur dhe janë në transformim akrepat. Do i ndryshojnë gjërat, si në punë, si në dashuri, si në familje. Do vdesi një epokë e vjetër, do rilindi një epokë e re. Do vdesi një fundi ciklit, është një fundi ciklit të vjetër dhe po vjen një cikël i ri. Por në fund fare do kenë një energji pozitive, fejesa martesa 7 zani, prike fëmijët dhe kanë letër më pozitive të tarotit, diellin, që dielli i përfshin të gjitha, pavarësisht situatave që kanë pasur, në fund fare do dalin të fituar akrepat. Tani jemi tek shigje, 13 i bjen kinesçe, 13 shenja, kurse ne kemi 12 shenja. Okej, tani jemi tek shigjetari. Shigjetari më duket se do fillojmë me çështje parash Klea. Ngritje ekonomike financiare nëse ka të bëjë me biznesin, nëse ka të bëjë me tregëti, do ketë një ngritje ekonomike financiare. Duhet të ketë kujdes nga persona të tretë gjatë javës, ndikush do ndikojë një person i tretë mund të sjellë re të zeza. Është një person që punon, do ketë përfitime, duhet të ketë kujdes nga persona që pjesërisht mund të kenë spionazhin, ose persona që mund të japin një energji negative, ose mund t'ia ndërpresin gjërat në mes, do dalin çik nga vetja, por përsëri do stabilizojnë gjërat. Do jenë pak konfuz, do kenë shumë gjëra përpara vetes, nuk e di se çfarë do zgjedhin, do kenë një intuit fort, një energji të fortë. Do përballen me persona që do e kenë mundësinë për ta ndihmuar dhe një lajm do e marrin të mirë, një lajm do e marrin të idhur. Udhëtimi tregëtie e biznesit duhet të ecin përpara. Më përpara i kanë marrë vendimet të nxituara, po do kenë nisma të reja, perspektiva të reja dhe do kenë aventura të reja si në punë, si në dashuri, si në familje. Do kenë një energji pozitive shigjetarët. Jemi te Briciapi. Mbaka shumë sekrete, atëherë po shikoj te Briciapit, mbaka shumë sekreta, shumë mistere, shumë mistik, do me thënë gjëra që nuk i din, por do vi një kohë që do e zbulohet dhe çdo gjë sheshik do dalë sheshik. Mërkuri ka dhe një rëndësi që ke psikologjike do manifestoj, do ketë një ngritje ekonomike financiare, është në pritë disa lajmeve, dhe gjërat i ke pasur të turbullta, po do ketë qartësime, mund të ndjerë vetëm pak të blokuar, por përsëri do ketë çlirime, do marri lajme të mira, udhëtime të gjata, dashuri pasionante, pak pengesa në partneritet, ndryshime, do i ndryshojnë gjërat si në punë, si në dashuri, si në familjen e tyre, do kenë një stabilitet, do i japin drejtim vetes së tyre, shikohet do marri lajme të mira, nëse kanë bëjë me çështje ligjore, seanca gjyqësore, drejtësi do marrin lajme të mira, do fillojnë me kontrata, me një vendimari do marrin një vendim, dhe në fund fare do janë të vendosur dhe do kenë në çdo drejtim që do drejtojnë, rrugët i kanë të hapura. Briciapët. Tani jemi te Ujori dhe dy shenjat e fundit, Ujori dhe Peshqit. Ujori duhet të ketë kujdes se mund të ketë një humbje parash, humbje pune, distancë, largësi të distancuar, të larguar, një krisje
një krisje, një varfëri, do jenë në kërkim të një shtëpie të ngrohtë, po duhet presin e pak. Qofse kanë bërë me çështje prona, do bëhet një problem i madh. Sherrri, debate, konflikte, konkurrencë, po përsëri ka një pozicion të mirë. Do bëjnë udhëtime të gjata, një person i tretë ka ndërhyrë në marrëdhënien e tyre dhe në momenti që e ka lënë të mërzitur, e ka sharë, e ka tallur, e ka bullizuar, duhet të ketë kujdes me persona të moskuar, persona që i presin gjërat në mes, janë të mërzitur, po universi do t'i jap një dhuratë të bukur. Kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, do dalë drejt atyre, do marrin lajme të mira dhe në fund fare do gjenë një qetësi shpirtërore, shenja ujorit. Jemi të shenja e fundit, që është peshqit. Peshqit në të kaluarën e tyre kanë kaluar trama, aksidente, aborte spontane, operacione kirurgjikale, kanë qarë, kanë lëtuar, një prishje planesh falimentim. Dhe sidomos këtë javë duhet të jenë të kujdesur, kanë qarë, kanë lëtuar, mund të derdhe lot gëzimi ose i dhërimi, ose i kanë kaluar në të kaluarën e tyre. Por çdo njeri që kanë besuar i kanë futur thika mba shpinë. Janë shumë luftarak, do dalin pak nga vetja, po përsëri do e marrin, do e kapën situatën në dorë, mos marrin opinionet të tjerëve, duhet të kenë kujdes se dikush do largohet me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, një dorë që nga puna. Tani po flasim për gjithë shenjat e peshqve. Nëse një peshk është në burg, lirim nga burgu, nëse ka të bëjë çështje institucionale, çështje ligjore, lirohet nga burgu. Do stabilizohen gjërat, mban shumë sekrete, por në fund fare do jetë shumë e fat. Çfarë ka? Kundërshtar do largojë nga jeta e tyre dhe do ketë nisma të reja, do ecë përpara. Në dashuri do jetë mirë, por duhet të ketë kujdes në biznesin e tyre, duhet të ketë kujdes dhe në rrethin shoqëror se mund të ketë dhe tradhti. Gjuna. Po. Tamam gjuna. Inshallah. Këto ishin Klea. Atëherë Elena, kush do jenë shenjat më me fat dhe ku? Dhe kush do jenë shenjat më me pak fat? Shenjat më me fat për këtë javë do jenë binjakët, virgjëresha dhe demi. Binjakët do kenë fat në biznes, virgjëresha do ketë fat në dashuri dhe demi do ketë fat përsëri në biznes. Kurse më pak më shenjat jo me fat, për sidomos për këtë javë mund të ketë pak pengesa. Akrepi, shigjetari dhe ujori. Okej. Shigjetari, akrepi dhe ujori. Shenja më dominante. Më dominante shtrat, demi, do bëjnë namin demi, për sidomos për këtë javë. Po shenja më që është. Më pak dominante. Si pëlqen ujori. Ujori? Ujori, po. Po shenja që do fejohet apo s'ka fejesa këtë javë? Do ketë, normale, se mund të jetë një virgjëresh, mund të jetë një peshore, mund të jetë këtë javë, ose mund ta lirë nga shtatori tetor, por të them që sidomos se do vi dhe gushti, më mirë ta shtyn shtator tetor, se siç që thoshin kot e vjetra, plakat e vjetra mos u marton gusht se gushti ndan çiftet. Ashtu, a? Po, normale. Tani nisim me pjesën e preferuar të publikut ton. Po. Mesazhet. Me mesazhe, po. Atëherë, jam një vajzë 30 vjeç, në fakt ndihem shumë bosh. Kam tentuar disa herë të njoh persona, në fillim nis gjithçka bukur. Pastaj çdo gjë ndërpritet si me gërshër. Shkojmë deri në fajes e në fund prishet. Unë jam gafore. Të lutem më thuaj çfarë nuk shkon në jetën time. Ja të shohim energjinë e vajzës. Gaforja. Gaforja. Kjo tani deri është 30 vjeç, krijon marrëdhënie dhe në fund i prishen. I priten gjërat si me gërshër. Si me gërshër. Asaj në të kaluarën e saj është vidhur diçka